Moshë e martu? Jam martu në moshën 22 vjeçare. 22 vjeçare. E qysh e martu? Qysh u martu? Po, valla, po të kalzoj edhe martesën e kom pas pak si interesant. Atëherë me mësit. Të dojt e shoqës e kisha hallën të martume. Edhe i kisha 2 tezët martume. Aty. Tash du më të regu këtë që shoshtar puna dhejtë të fejesa. Migja i babës shkon edhe ma lyp një qik mu një sneqë. Shkon një herë, shkon 2 herë, bohën 3 muj. Mas 3 mujve shkon ai migja i babës edhe i thot ati mikit, thot, po këshyrë shka u mo me qatë mund. A i thot djallit vetë shko, thot edhe i herë, kur shkon a i thot, valla thot, nuk e këm bo dert me vla ata, vllaznit në veti për pun qikës. A i plaki, babgjyshi kësaj, i thot birit, thot, shtini gjezven, se nusën ja kom hazër une. Ku ki nusën, i thot bab, thot po, e kom qikën e qikës, edhe do me ja bo për hajrë. Thot, marë qika e qikës e ka babën e vetë, e baba i vetë duhet me folë se jo ti, thot edhe unë e kom hisë aty. Thot, që ka bënë të ti me i padhon a i sonë të ato, me a dhonë fjallën tjetër kuj, thot, me a dhonë a i sonë të nga shkuj me a boj paraj që ati. Edhe, o që vlavi njënë kësaj, nësa pa i ka hip kallit të shku, të motra veti ka thonë, motër qështu ka bo baba. O, thot, mos kini pas në isan tjetër se, ku gjo, thot, mirë bëllë. Edhe i plaki, fanatik i punë shkollës. Thot, i shalla nuk o mësus. Sa nuk o mësus? Pse nuk o mësus e ka pas i farë. Ja nisën mësusat me lëshu gratë, mu dapi grave. Se për shemull e nëzajshin si ku mëson atër pa atje, kur shkoj kënë shkollë atje, gjoj këtë qika matë mira, femna edhe që për kënis ka i helëshëshin. E ti mësus nuk qëllove tani qysha mu ma dhanë si s'kesh mësus. Si kesh që banë ma dha baba i saj, se nuk pa dertë se që banë mirë bëllë. Atëherë ma mirë që banë se s'ka mësus? Po ma mirë që banë se që bani nuk lunë. E mësus i lunë. Qashtu konë fejes atër, jam feju në shpit madhe, më konë me mizë babë se me... Mas jam feju, jam shku ushtarë. Shoqen se ke pa, deri kër e martu? Veç kur ja kanë hjek shamin, veç që atëherë kom pasë e hiç kom ti gjosh ka del. Edhe që shtë do kër e pa? Bet. E mirë, nuk kishin gabua? A jas kishin gabu rje qfarë. Edhe sa fëmi kini pas më? I kemi 6.000. Sa qika sa djem? 4 djem e 2 qika. A ke bati më shumë mas qika, a mas djem? Valloj me thonë drejten, qikat i kum desh ma fort. Pse i del qikat ma fort? Pse janë ma dashnë qikat për prind, ma dashnë janë motrat për vlla, edhe nuk kem pas dert, si unë si shoqja, nuk kem pas dert si nga kanë linë qika, qika nga kanë linë dhe para. Nuk jemi gëzu të nashi për djemë se ku jem gëzu për qikë. A keni vazhdo një traditën edhe jo me mësit me dhanë qikat, e me gjithë mësit? A i kanë gjithë vetë? Jo, me mësit, 2 me mësit e 2 pa mësit. 2 djemë të mdhaj i kem martu me mësit, edhe qikat me mësit. 2 djemë të vëgjër i kanë gjithë vetë. Koha ishë qashtu. Fëmina i ki në Kosovë, a i ki jashtë? Fëmini kemi jashtë, veç një vajzë kemi këtu martu me në Sarabek që të një fshatë natë. Djemë e qikën i kemi jashtë. Për cëllën qikë je mërzit mas shumë ti kur e ke martu? A për të madhen, a për... Për të madhen, mas forti. Edhe kë ke gëzu dhe kë ke mërzit mas shumë? Po, se ishtë mija pare, ishtë
Sa atër mi pa pas dhe qika mas asaj, nuk isha mërzit mo, po ajo ishtë minja i parë. A i thot se ditën